Prej 3 muajsh banorët e Baksarriolit vijojnë dhe protestojnë kundër ndërtimit të një restorit turistik në zonë. Ato shprehen se rezistenca do të vijojë dhe do mbrojnë pronat, ndërkohë kanë kritika dhe për policinë. Rezistenca banorëve të Rriotit vazhdon të mbrojnë pronën e të parëve, pronën e gjyshëve së gjyshëve tanë, ne do mbrojnë çdo ditë, si sot, siç kena bërë për 2 muaj gjysmë të veç. Ne jena këtu çdo ditë. Bashkimula, Patër Shpeza, të gjithë mund ta kuptojnë që kjo është toka jonë. Patër Shpeza ndjen se ka falsifiku letrat, por Bashkimula do ta kuptojnë që ka një certifikat të falsë në zyrat e veta. Dhe këta patronë nuk e falin tokën e të parëve e tokën e fëmijëve të vet. Ne jena këtu për ty. Pra nuk pak ma përpara pulimet, ata i në forcat e policisë, kanë të lidhje për drejtorin e ri të policisë. Të lutem zotinita, shikoj çfarë syri ka që policia e shtetit të vihet në shërbim të një oligarkut, të një biznesit, dhe të pozicionohet në Rriot. Mani komisariat këtu po deshe, edhe e dim që kena komisariatin në Rriot, e nuk e nevojë të shumë për të shkollë. Nuk është normale kjo, që ti të vesh në dispozicion forcat e policisë për më uthyrë në roje private. Ka bujnë me taksat e mi dhe me taksat e gjithë këtyre banorëve e të gjithë qytetarëve shqiptarë. Ndaj nuk është e drejtë në mënyra se si po i përdorni ju. Po i përdorni për me mbrojt krimin, po i përdorni me mbrojt një falsifikator vete. E ka për detyrë me kap kriminalat, e ka për detyrë me nxjerrë në dritë të vërtetën, nuk e ka për detyrë me ardhur me mbrojt kriminalat përballë banorëve që janë në të drejtën e Zotit, me histori, me dokumenta, me çdo gjë. Ashtu ka favorit tonë. Çdo dokument që na kena prej ditës shkruajtur në shtëpia, original, historia, që jena leri të pres pas prezit, jena na. Thot me Shpeza, nuk ka lidhje me këtë tokë. Ti si drejtor policie e ke për detyrë me pa të dokumenta, me marrë konkluzionin që ka të drejtë, e me heq ka forca policie të bëjtë. Nuk është e drejtë që forcat e policisë ka ardhur dhe me mbrojtë dënimin e tokës tonë. Kjo është një dhunë që po i bëhet tokës së rriollorëve, dhe rriollorët nuk do dorëzohen. Nuk ka shqiptar që do vinë me blet tokë, që ranë me blet pronë të kryesor që pretendojnë me ndërtu në tokën tonë. Nuk ka shqiptar që do vinë me hedhë munin e djersën e vetë në një tokë të vjedhur me letra të falsifikuara. Sepse e ditë të gjithë shumë mirë, në qoftë se gjykatat, prokurorit e Shqipërisë nuk do flasin institucionet ndërkombëtare, do flasin gjykata Strasburgut dhe na do fitojmë të drejtën tonë. Sot, nesër, aq kosa do marrin drejtësia me ndikimet e juja, sepse dini shumë mirë se sa ndikoni për mos varrit procedurat. Sepse po t'i linit me pa punën e vet, drejtësia do kishte fol tashma. Vazhdoni ndikoni, vazhdoni zvarritni, në kurrizin tuaj keni ju që po investoni këtu. Shqiptar nuk ka që blek këtu. Jena shumë dinu që nuk do vinë kush me herë lek këtu, sepse nesër pas nesër ka mu përballë prapë me ne, sepse jena në të drejtën tonë.